Hoqë, son të jemi në natën e 27, por neve na keni mësu jo gjallarët, se nuk dihet kur është sakt nata e kadrit. Mund të jetë 27 që a ka mësi një sqarim, pse nuk dihet nata e kadrit? Kur është sakt? Po, është fakt se shumë gjana Zoti i kalon sekret. Po. Shpirti është sekret, nata e varrit është sekret, shumë gjana i kemi sekret. Mirë po, për këto sekrete, me qindra dhe me mira fakte ka, se Zoti ka një urtësi në atë sekret. Për shembull, e keni vëret njeriu, për shembull, nuk i shef qindra mi fakte që i shef dhe i prek, po ndalet në disa sekrete, për shembull, thot, nuk i besoj Zotit që nuk e shoh. Po Zoti kalon me qindra dhe me mira fakte për tregu se Zoti ekziston. Nuk është patjetër ti me pa çdo gjë që ti me i besu. Se ti në vetveten tënde ke shumë çka që ti i përjeton. I përjeton, i beson edhe pse nuk i prek dhe nuk i shef. Për shembull shpirtin, ëndrat, ndjenjat, ne nuk i kemi pa, nuk i kemi pa, mirë po i besojmë. Edhe çështja e natës së kadrit është një prej sekreteve që Zoti e kalon sekret për njeriu, për dy arsye. Unë po i përmend dy arsye, se me siguri ka edhe shumë arsye tjera. Pse nuk ishte pas mundësi Zoti me ne tregu natën e kadrit? Gjë më e lehtë për Zotin është. Po. A nuk ishte pas mundësi edhe pejgamberi alayhis salam me ne tregu natën e kadrit? Edhe kjo është gjë më e lehtë për pejgamberin alayhis salam. Kjo nuk është që neve të na ngarkoj, ose të na stërngarkoj, ose të na lodh. Nuk është poenta këtu. Arsyeja e parë është që besimtari t'i shton veprat e mira. Po ta dinte njeriu besimtari se kur është nata e kadrit, në atë periudhë deri në natën e kadrit, ai ndoshta do ta kalonte kohën diku tjetër. Mirë po Zoti atë çka e thash më herët. Zoti gjithmonë dëshiron prej neve që ne t'i shtojmë punët e mira, e që Zoti me urtësinë dhe me drejtsinë dhe me rahmetin e tij të na i shumë fishoj dhe të na gëzoj me veprat tona të mira. Domethënë, arsyeja e parë është pse Zoti e kalon sekret, është që ne t'i shtojmë veprat e mira. Para mendoni, pejgamberi alayhis salam, i dërguar i Zotit, i pari i cili do të hyjë në xhenet, i falur prej anës Zotit. Në 10 e fundit, çka thonte Aisha radhiyallahu anha? E shtrëngonte. Domethënë, kjo është alegori. Rripin. Rripin e shtrëngonte. Pejgamberi e ka kërku natën e kadrit. Nëse pejgamberi e ka kërku me lutje, me vepra të mira, me sadaka, me nxitim, me çdo gjë që ka pas mundësi me bë pejgamberi, atëherë kush jemi ne? Atëherë sa nevojë kemi ne të shtojmë veprat e mira. Nëse pejgamberi alayhis salam e ka pa të domosdoshme shtimin e veprave të mira, atëherë na sa duhet ta shohim këtë nevojë. Për vetveten tonë që jemi, nuk kemi garancë se do të jemi prej banorëve të xhenetit. Nëse krahasojmë ne jetën tonë, bindjet e tona, veprat e tona me pejgamberin, ne jemi askush. Mirë po pejgamberi ka nxitu dhe na i ka dhënë modelin më të mirë dhe më të përkryer se si duhet të nxitoj besimtarin në 10 e fundit të Ramazanit. Domethënë, kjo është arsyeja e parë, që ne t'i shtojmë veprat e mira. Dhe e dyta, arsyeja e dytë pse Zoti e kalon sekret, është për t'i nxjerrë në shesh ata që janë të sinqertë dhe ata që nuk janë të sinqertë. Se po ta dinim krejt natën e kadrit, atëherë nuk do të kishte dallim mes atij që është i sinqert dhe jo i sinqert. Sikurse pyetjet e provimit. Sikurse pyetjet e provimit. Gjithë nxënësit, gjithë studentët, domethënë janë prezent në orat mësimore dhe në fund tash profesori për të nxjerrë studentin që me të vërtetë ai ka mësuar dhe ka studiu dhe studentin e sinqert, ai cakton 2-3 pyetje ose 5 pyetje. Dhe nëpërmjet atyre 5 pyetjeve
e dallon studentin e sinqert për atij që domethënë e ka anashkalu studimin dhe mësimin. E njëjta është edhe me natën e Kadrit. Domethënë qëllimi është që t'i nxjerr në pah dhe në shesh njerëzit që me të vërtetë dhe me sinqeritetin maksimal e kërkojnë natën e Kadrit. Lutë Zotin e Madh që Allahu të na bën të tillë. 10 net e fundit janë të numëruara. Nuk janë 365 ditë, po janë 10 ditë dhe dim se cilat janë ato 10 net e Ramazanit. Kështu që ja vlen me sakrifiku, ja vlen me u vetmu, ja vlen me i lënë gjitha punë anësh për këtë natë shumë madhështore. Se është me të vërtet një modus që e ndryshon jetën tonë, e ndryshon të ardhmen tonë. Ne kemi prova nga jo që i kemi ndëgju, por kemi prova dhe nga jeta jonë. Kur themi për shembull pas këtij Ramazanit jeta më ka shku ndryshe, gjërat janë përmirësu, kemi shumë raste. Lutja është arma më e madhe, se vetë fjala adhurim është lutje. Dhe lutja është ajo cila domethënë ne ndryshon mendjen tonë nga ajo negative dhe në pozitive. Na ndryshon caktimin tonë nga ajo e keqe në të mirë. Kështu që mos ta zgjesojmë këtë natë dhe ta shfrytëzojmë maksimalisht, se ja vlen.